Një tjovë, dua që uroj ditën e mësuesit. Në kohën time, kur isha unë në shkollë, i theshëm i dashni mësues. Po? Shaka arsimtare. Po. I kemi pas të shpreje. Kur i ke thonë i dashni mësues, u koni dashur. Ka pas vlerës mësuesi, u respektua mësuesi. Sot për fatkeq nuk po respektohet mësuesi. Sot mësuesi me përbuzën. Kush është fajtor? Kush është fajtor? Është pushteti, është qeverit. Janë ato që kanë mundësinë. Arsime, na mujna me akuzu shembull vitet 90-a. Në montat e 90 kur i kemi hub autonominë e Kosovës, ose suprimimi i autonomisë, bo deri në 99 na nuk kemi pas. Arsime u majtë dimin e parota në përpodrumën e për shtëpia. Çka u bë pas lufte, kemi pas ministrinë e arsimit në këto. Deri kur mo? Sot arsimi është për fat keq, nuk po mësohet, po blehet arsimi. Mirë. Shembull e kryen shkollën e mesme apo e kryen nuk e di tabelën e shumëzimit. Po. Si përfundim, kush ka më shumë ndikim në sjelljen e nxënësve, prindërit? Qore prindi është numër 1. Tash ti e ke pa fëmin për shembull se ti bë 3 vjet, 4 vjet peçojnë në fush një ore. Në qerdhe. Atëre po shkon në mësim. Atëre ka më shumë është domosdoshmë në qerdhe dhe në shkollë kanë për fëmijë. Me eduku, por janë simptomat s'mund të zonca me përcjell. Po për ata është edhe me ndihmu e familja me ndihmu. Na shembull në këtë vend që më thon ti më shku të më interesuar të mësuesi. Ku fëmia jam me mësim, ti shkon i kërcënohet mësuesi, ti s'ku zë mangell fëmin tan. Po. Po. Ktu është ajo. Mësuesi u kon prindi i dytë. Po. U duhet me respektu këtë. Sot për fatkeq nuk po respektohet mësuesi. Çka bën me sindikatën e arsimit? Kush? Poshtotarët. Si njëna si tjetra, si se dhe qeverisë u konë, i kanë dëmoni, i kanë realizuar. I vetëm mësuesi e ka dhonë kontributit gjatë okupimit, u konë mësuesi. Mirë, zotri, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit e juve, e urime dita e mësuesit gjithve. Urime. E ata që e meritojnë e të qenë originale, se s'ka folca. Po. Se gjithkohë u botu kjo folca. Faleminderit.